Sa larg mund të jemi përpara kiametit, sepse kanë ndodhur shumë shenja. Akoma nuk kanë mbaruar shenjat e vogla të kiametit. Kështu që kjo pjesë rri rahat, rri i qetë, ti puno për ditën e kiametit, puno për ditën kur takojmë Zotin dhe mos u fikso me këto teoritë konspirative, edhe pak ka dalë, s'ka dalë, ka ardhë, s'ka ardhë, të gjitha këto janë lodhje dhe stres dhe harxhim energjish në diçka që nuk bën dobi as në këtë botë as në botën tjetër. Ti puno për kiametin dhe mos e vit mendjen se kur do të vi kiameti, sepse atë di Zoti dhe mos u fikso me fjalët e njerëzve, kanë mbaruar shenjat e vogla, ja tani po presin shenjat të mëdha, të gjitha këto janë besytni dhe të gjitha këto janë makutëri të njerëzve të vegjël, të cilët mundohen të shfrytëzojnë besimin e njerëzve dhe të ngjallin panik ndër njerëz. Larg këtyre njerëzve janë njerëz me probleme të mëdha mendore.